Recetë të shpejt tani me patlıcan, do t'i lexojmë fillimisht produktet, se çfarë përmbajnë, Albana është duke i bërë gati, pasi i kam larë po asë në diskutohet, po mbasi i kam nxjerrë për pak minuta, që të zbutë. kam vendosur uthullën, kam vendosur kripën, piperin, hudhër, sikurse edhe 2 gjethe dafine ose 1 gjethe dafine në varësi të. Po. Dhe tani vendosim. Dhe po bëj këtë prerjen e tillë. Super. Këtu kam vezët, sikurse do të shtoj dhe majonezën. Tek të tjera do të shtoj gjithë bimët aromatike, erza, galetën, sikurse dhe nisë shten. Okej, përveç galetës ka erza të ndryshme dhe nisë shten. Sa ti përzije ju, ti shumë mirë. E ti heqim këto lëvozhgat e vezëve, se do të na duhen për lulet tona, për bimët. Ja. Një përzierje sa këto plura të bëhen të njëtrajshme, pra një masë e vetme, në mënyrë që ti vendosim tek patlıcanët. Vajin për tu nxehur. Vajin bimor pa tjetër, sikurse do të shtoj dhe majonezën tek vezët. Pra, vezët i shpërbëjmë dhe shtojmë dhe majonezën. Që këtu është një moment i veçantë, që se kemi parë ose gatuar ndonjëherë në këtë formë, pra e shtoj. Kemi mësuar që i shtojmë vezët dhe pastaj pas përzierjes së plurave i skuqim. Majonezën shumë i mund ta bëni me të verdat e vezës, edhe me vajin e ullit, urdhër të. Të ndihmon teli ndoshta për ta treguar më mirë. Ose në të kundërt, mendoj se keni vezën komplet, pak vaj uthull dhe bëhet majoneza. E grim në të gryset e zakonshme. Bëhet një majonezë shpejt në kushtet e shtëpisë. Sa të shpërbëjmë pak ato pjesët e ngurta të majonezës bashkë me vezën, të bëhet një masë e njëtrajtshme, i shikojmë së bashku, i lexojmë në ekran produktet e kësaj recete. Pra po përgatisim patlıcan të fërguar. Ju duhen 3 patlıcan, 2 litra ujë të vluar, tek e cila do të shtoni patlıcanët, 2-3 gjethe dafin, 2-3 lugë gjelle uthull, krip, hudhër e thatë, piper i zi i bluar. Për marinimin që është dhe veçanta e kësaj recetës, për marinimin dhe skuqjen, ju duhen 3 kokra vezë, 1 ose 2 lugë gjelle majonez, 1 filxhan galet, 3 lugë gjelle niseshte, speci kuq pluhur, majdanoz i thatë, koriandër e bluar nga erzat e ndryshme, krip, miks erzash dhe vaj për skuqje. Këto janë produktet. Le të shohim tani. Pra sa bëhet më kremoze tani kjo pjesa e vezëve dhe e majonezës, pluhurat dhe erzat janë në një vend, në një tas tjetër. Në këtë mënyrë do t'ju jepni patlıcanëve një shije të mirë ekstra. Pak sa të ngopen me atë tip salce kremoze. Vëmë të skuqim. Kemi sjellë vetëm 2 patlıcan për shembull dhe pastaj do të krijohet, do t'i lini me gjithë bishta, se është më kollaj për t'i ngjyrë, për të bërë këtë proces. Dhe ja, në skuqje direkt. Pra mos i prisni patlıcanët në feta, siç janë, i zhysim në ujë për të marrë një val, për të zbutur. Dhe pasi t'i kemi zhytur, i bëjmë 1-2 prerje kanalesh, ja kështu siç e keni, në mënyrë që të depërtojnë edhe erzat, shija dhe të skuqet. Fundoret edhe për skuqim nga të dy anët, pra 2 herë kalon ky procesi tek veza dhe majoneza.
dhe 2 herë tek erzat dhe tek galeta. Mos harroni dhe pak miseshte. Po, dhe po ta keni në një tigan që është zgar, është akoma edhe më mirë. Ja, do sjell edhe byrekun. Gabishti i kap, ja. Bëhet edhe patlıgjani tjetër. Unë po ju sjell edhe byrekun. Një mbulesë Shiko, ja si është. Shumë e mirë. Ngjyra. Edhe pakës fare këtu, sepse nuk duhet jetë, ja, e tillë. Sa të mira që dolën. Gatime të shpejta, Dhe të shishme, po. të dyja, patlıgjan të fërguar dhe byrekun këto pita me mishra të ndryshëm, me produktet e isaj dhe pak mishpule, do t'i gjeni në kanalin tonë në YouTube, Reze Dielli, shikoni aty edhe recetat të tjera. Të themi që mbaruam, do vazhdojmë pastaj me horoskopin. Po, do t'i themi dhe për britsjapin dhe për gjitha shijat e horoskopit. Ne këtë mund t'a ndajmë dhe mund t'i shtojmë përsëri qumësht, apo jo, për t'a mbajtur të butë, pra duke ndarë në copza Po i kam shtuar, në moment që unë i kam shtuar, shiko sa e butë që, shife. Është edhe si që kemi thënë. Po të duam në ta bëjmë të butë, pakës qumësh me spërkatje, një pecet dhe jemi. Shumë bukur. Ju shijon, e shoqëroni pastaj qoftë me patlıgjanët, mund të jetë një mënyrë shoqërimi përsëri, të dyja shkojnë, edhe pse byrekët zakonisht me ndonjë pjatë kos që na freskon dhe na e zbut pak shije, sepse shije dhe aromat janë të forta, ka gjitha të mbushje me specat, me mishin, me erzat. Sikurse edhe këtu shkon kosi dhe jo salsa, sepse ka majonezën vetë. Po, një kos i shpejt me pak erzabim aromatike. Të shkretën që të vazhdojmë. Ne do t'i konsumojmë, do t'i degustojmë dhe do t'kalojmë me njëherë tek horoskopi për 12 shenjat e zodiakut, sigurisht që me Albanën do të shihemi përsëri.